Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemi në shpjegimin e librit të Zuhdit të imamit, njëra prej imamëve të muslimanëve Ahmed ibn Hanbelit, Allahu më shoft. Kemi mbejt tek hadithin numër 126, që tematika e këtij hadith është begatit e mbledhjes për të mësuar Kur'anin. Hadithi transmetohet nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu se profeti alayhis salam ka thënë: çdo grup që mblidhet në një nga shtëpitë e Allahut për të mësuar librin e Allahut dhe për ta studiuar mes tyre, me lajket i rrethojnë, mëshira i mbështjell dhe Allahu i përmend të ata që janë pranë tij. Po ky hadith na tregon ne çfarë vlere të madhe ka nëse ne bashkohemi në një prej shtëpiave të Allahut. Pra në këtë hadith profeti alayhis salam e quajnë xhamin shtëpi të Allahut madhëshor. Pse quhet xhamia shtëpi e Allahut? Kush prej jush e din? Pse quhet shtëpi e Zotit xhami? Për ki kem jil, me dim të edhe? Sa të salëve në Allah, po është për gjëvaci. Edhe është shpjegim mirë. Tjetër? Po falni. Shumë bukur. Po, domethënë kur themi në shtëpi Allahut, nuk është për qëllim që Allah banon atë, po jo. Se Allah është lart mbi fronit. Po shtëpia e Allahut do të thotë shtëpi që është e vlefshme për Allahun. Pra shtëpi që shto e ka kuptimin gjithsesi. Shtëpia e Zotit do të thotë shtëpia e vlefshme e Zotit. Zoti e don atë shtëpi. Pse e don? Për arsye si përmendëm. Sa të adhurohet Zoti, falet, aty ka me laçe e kështu me radhë. E nëse ne të bëhemi shtëpia të Zotit dhe e studiojmë librin e Zotit. Imagjinoni, po bëhen dy gjëra bashkë. Në shtëpinë e Zotit të studion librin e Zotit. Kjo është begati shumë e madhe. Shtëpia e Zotit, libri i Zotit. Dhe çka rezulton prej këtij bashkimi madhështor? Thotë me laçet rrethojnë. Me laçet spresin atë ku faktikisht bashkohet vendi mirë edhe mësimi i mirë. Dy gjëra bashkohen. Vendi është i mirë, nuk ka vend më të mirë se xhamia. Se kur e pyesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cili është vendi më i dashur tek Allahu, sprit Xhibrili edhe i tregon thotë është xhamia. Kurse vendet më të këqija janë tregjet. Pra në vendin më të mirë po mësohet gjëja më e mirë. Nuk ka mësime më të mira se mësimet e Kur'anit. Edhe për këtë arsye zbresin me laçet. Se me laçet zbresin vetëm në vende të pastërta. Vetëm në vende të mira. Ashtu si shejtanat nuk mundin me qëndru në vende të ndyta. Falë. Ashtu si shejtanat nuk munden me qëndru në vende të pastërta. Shejtanat qëndrojnë vetëm në vende të pastërta. Shejtanat qëndrojnë vetëm në vende të ndyta. Shejtanat qëndrojnë vetëm në vende të ndyta. Kjo është ngjashme me dy insekte, bletën dhe mizën. Bleta nuk mundet me qëndru vetëm se vende të pastërta. Ku ka natyrë, ku ka lule, nektari, kurse miza qëndron vetëm në vende të dyta. Edhe kështu. Me laçet zbresin këtë vende. Pse? Se në vendet të pastërta. Edhe po mësohet diçka të pastërt. Se me laçet nuk e shikoj vetëm pastërtinë fizike, po edhe pastërtinë shpirtërore. Në xhami ki dyja. Në xhami e ke edhe pastërtinë fizike, po edhe pastërtinë shpirtërore. Në xhami nuk ki fotografi, në xhami nuk ki çe, edhe në xhami mësohen gjërat e mira. Këtë arsye me laçet zbresin në atë xhami ku të bën njerëz me mësu fjalën e Zotit. Dhe i rrethojnë me krahët e tyre.
Dhe po thot mëshira e Allahut zbret, i përfshin ata mëshira. Dhe Allahu i përmend tek banorët e qiellit. Shpëtë çfarë begatia nëse ne të rezultojmë në ligjëratën. Pastaj ky hadith vazhdon. Nuk mbaroj me kaq. Hadith numër 126. Dhe çdo njeri që ndjek në rrugë duke kërkuar në të dije, Allahu i lehtëson atij me të një rrugë drejt xhenetit. Po kush e merr një rrugë me kërku dije, Allahu ja lehtëson rrugën për xhenet. Nëse don robi Allah që me pas lart rrugën me shku në xhenet, atëherë merr rrugën e dijes. Diçi dersë, diçi ligjëratat. O më nëse dëshiron me pas vështirë me shku në xhenet, atëherë mos merr dije. Se kemi pasin çdo gjë, kur merr dije të bëhet e lehtë. Për shembull, ti nëse një rrugë nuk e njeh, ajo rrugë është shumë e vështirë për të. Kur ta njeh rrugën është shumë lehtë. Prandaj, nëse e merr rrugën me kërku dije, Allah ka me ta lehtësu rrugën për xhenet. Ky hadith na tregon se kërkimi i dijes së dobishme, veçanërisht dijes së Kuranit dhe Sunetit, është një nga shkaqet më të mëdha për hyrjen në xhenet. Dija vërtet ndriçon zemrat, pastron shpirtat dhe na largon nga errësira e ignorancës. Kushtet për dijen e bekuar, të jetë e kërkuar për hir të Allahut, dijen duhet me kërku për hir të Allahut, të studiohet me sinqeritet dhe përulësi, do me edukat, se nëse dikush vjen dersa kënej rën telefon, humb kohën, ati nuk jepet dija, se nuk po e respekton dijen. Të zbatohet në jetë e përditshme, do të që ka kemi mësuar, me zbatu në jetë e përditshme, edhe një transmetu tjere në vërsi. Hadithe e shkën ka hadithe radhës, numër 127, nga Sufjan e Theorio, rahimahullah, të regon se mahmal quhet shtratet e zbukuruara për deve. U shpikën në kohën e Haxhaxhit. A i tha, përcolla, tonë Sufjan e Theorio, përcolla në nëntime kur aja doli për hajt dhe nuk pash as një mahmal në Kadisije. Njerëzit udhëtonin në shala të thjeshta. Sufjani shtaj, thuhej haxhi i të mirëve është në shala të thjeshta. Po kjo është ether. Kjo është transmetim prej sene, po nuk është hadith. Domthon Sufjan e Theoriu ka takuar shumë sahabë të pejgamberit sallallahu. Ai po thot më herët kur kanë shku në hajz i kanë pas sholat e thjeshta. Kurse ai pari që ka shpik është Haxhaxhi, domthon i ka bë sholat luksoze. Edhe Sufjani e pas ka dëgju këtë thënje, haxhi të mirëve është në sholat të thjeshta. Koha e sahabëve ishte udhëtim i thjesht vetëm me shala bazike për deva, koha tabelë gjashtu, koha Haxhaxhit filloi të shfaqet luksi dhe zbukurimit të tij. Mësimet për ne kthehemi te thjeshtësia dhe sinqeriteti në ndavërim. Edhe kjo është me të vërtetë problem se shumë njerëz po të mos kishte qenë luksi, ndoshta nuk ishin shkuar në Haxhit. Kjo është problemi që ndoshta angazhohen më shumë me lukse, i shohin ndërtesat madhështore në Mekë, shohin aeroplanin me cilën lutojnë, se autobusat super luksaz, angazhohen me këtë gjëra, nëse të angazhohen me adhurim. Se më herët i kanë pas shalat të thjeshta, edhe janë angazhu gjithë kohën me adhurim. Kurse tash lukse që ashtu, angazhohen me lukse edhe adhurimi është i mangët. Hadithi numër 128, buzëqeshja e profetit. Aisha radiallahu anha tregon, nuk e pash kur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke qeshur me zë të lartë derisa të shijeshin dhëmbët e pasur. Ai vetëm buzëqesht. Por asnjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka kesh me keshje. Vetëm ka buzëqesh. Pra ka buzëqesh e nuk ka qesh. Edhe kjo është në sunet shumë me rëndësi me zbatuna, sepse qeshja e tepër të abdese. Abdese. Nga tha syje njerëzit, ne e në ujtë që me konë njerëz serios. Se nuk është tjetë alu.
Nuk është jeta hajgore. Nuk është jeta mahi. Ka njerëz serioz e buzëqesh. Buzëqeshja mjafton. Buzëqeshja mjafton me të sjellë lumturi. Ose jo me kesh me zë të lartë. Aja gjithashtu tha, kur shete re, ose kjo njihej në fytyrën e tij. I thash, o i dërguar e Allahut, kur njerëzit shohin re, gëzor, duke shpresuar se ka shi, po kur ti i sheh, shihet në fytyrën tënde shqetësim. Pse? Thot, o Ajshe, çfarë më siguron mua se në to nuk ka dënim? Një popull është ndëshkuar me dhe një popull që po dënimin thanë kjo është një rej që do të na sjell shi. Çfarë mësime kemi nga ky hadith? Mësime nga sjellja e profetit, për ulësia dhe dignitet. Profeti alayhis salam ishte shembulli i përulësisë. Ai nuk qeshte me zë të lartë, por buzëqeshte në mënyrë të sjellshme, duke ruajtur dignitetin dhe respektin. Pra ka ruajtur fal dignitetin, fal respektin. Kujdesi dhe frika nga Allah, edhe në momente që të tjerët gëzoheshin, ai mbante frikën nga Allah. Kjo na mëson të mos jemi të sigurt nga dënimi hyjnor dhe të jemi gjithmonë të përgatitur. Edukimi i umetit. Profeti alayhis salam përdorte çdo rast për të mësuar umetin, ai u kujtonte njerëzve historinë e popujve të mëparshëm që ishin ndëshkuar. Pra, shikoni, njerëz të tjerë u gëzojshin, pse pejgamberi sa u mërzitki, u frikësojnë. Pse se ka ditë më shumë se tjerë. Ka ditë ato që kanë ndonë kënim. Dhe për këtë arsye edhe kanë ndonë ceshurit. Për këtë arsye edhe por tjetë janë gëzua aisht piklu se ka di që shumë filan në reja edhe a i puk lejodët apo i thomudet kër i ka orë domingut kanë thonë këtu janë në reja që edhe orë më nasil shi se pikërisht që atë re kanë qenë si ka të shkatrumë. Hadithi 129. Kalimtaria e kësaj bote. Edhe kjo hadith është shumë e rëndësishme, kemi nevojë vazhdimisht t'ia përkujtojmë njëra tjetrën. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha, në ditën e Kiametit do të sillet personi që kishte jetën më të rahatshme në dynjë. Allah do të thotë, zhyteni atë në zjarr për një çast. Pastaj do të pyetet, o biri Adem, a ke përjetuar ndonjëherë rahati? A ke parë ndonjëherë kënaqësi? Ai do thotë, jo për madhështinë tënde. Shikoni, njeriu që më së shumë të u kënaqë këtë botë, me luksin më të madh, me rahatin më të madhe, me begatin më të madh. Vetëm një çast futet në xhenem. Vetëm një çast. Futet në zgjidh. Dhe i thotë Allah e kënaqur me herë. Po nuk im kënaqë. Që so ka lejë kjo dënja. Shikoni so ka vlerë luksi i dënjas. Hiç krejti hanë. Me një mëve. Njeriu i lumtur i dënjas, pasuritë, pushtetin dhe kënaqësitë e botës, harvesa e plot, të gjitha kujtimet e lumturisë zhduken lehtësisht. Krejti zhduken. Krejt ato lumturi, gëzime, rahati. Krejt e hanë. Një çast në zjarr. Një zhytje e shkurtër në dënimin e zjarrit. Përmbysja e gjendjes nga sprovat të xhenetit. Edhe të xhenetin ndodh e njëjta gjë. Hadithi vazhdon, pastaj sillet personi që kishte jetën më të vështirë dhe me më shumë sprova në dynjë. Allahu thot, zhytën e atë në xhenet. Pastaj sillet dhe pyetet, o biri Adem, a ke parë ndonjëherë diçka që ke urryer? Ai thot, jo për madhështinë tënde, nuk kam parë kur asgjë që kam urryer. Pro edhe kundërtashtë e vërtet. Edhe kë njeri ka njek mas shumëti, ka vujt mas shumëti, që s'ka që shvunë mas shumë dë njeri. Me gjitha vujtje, me gjitha dhimbjet, me gjitha brengat, piklimet, dhe vetëm një qast zhytën xhenet, i harrën gjitha vujt. Reflektimet të thella, kje botë është kalimtare dhe harrohet në qast. Edhe kjo ta jep një mësim që mos u mashtra pas jetës së bote. Se shikoni,
kalimtare kënaqësitë e saj. Edhe Allah i Madhëshëm na tregon që njerëzit jo besimtarët kur të ringjallën ditë e Kiametit, do të ringjallën me gjyrë të kaltën, të madhjast. Dhe do të flasin një me tjetrin, do të thojnë keni jetu vetëm 10 ditë. Derisa më i mençur i tyre, thotë vetëm 10 ditë keni jetu. Do të gjithë jeta e kësaj bote, 70 vjet, 80 vjet, 100 vjet, sa kanë jetu, vetë veç 1 ditë keni jetu. Shikoni sa e pavlefshme është dynjaja. Shikoni sa e pavlefshme është dynjaja. Edhe ky hadith e vërteton këtë. Jenë kënaqur me kënaqësi më të madhe, better as kanë ata vetëm një çast në xhenem i harrojnë gjithë. Ahireti është i përhershëm dhe ka përparësi absolute. E botë është mashtrim. Ahireti është jeta e vërtetë, Allah po thotë. Wa inna dara al-akhirati lahiya al-hayawan. Jeta e botës tjetër është ajo jeta e vërtetë. Ajo është jetë, jo nuk është. Sprovat e kësaj bote janë si të mos ekzistonin kur shohim xhenet. Sprovat e kësaj bote kur ta shohim xhenetin, sikur nuk kanë ekzistuar kur. Kënaqësitë e kësaj bote nuk vlejnë asgjë para dënimit. Që të e thonë, nuk ka hajrë për një kënaqësie që pasoj vjen zjarë, djegë. Pra 100% harrimi total, çdo gjë e kësaj bote harrohet në ahiret. Vlera e dynja nuk ka vlerë në krahasim me ahirin. Dhe në fund, dy hadithe realisht e këtu. Hadithi 130, 131, pavarësia dhe realiteti i ahirit. Shkojmë pikëspali me hadithin numër 130. Mos u mbështet të njerëzit. Omeri radiallahu anhu pyeti profetin alayhis salam, thotë, a nuk më thati është më mirë për ty të mos kërkosh asgjë nga askush. Profeti alayhis salam ju përgjigj pa ajo ishte në lidhje me të kërkuarit nga njerëz. Por ajo që Allah të jep pa kërkuar është formizim që Allah të ka dhëruar. Pra Omeri radiallahu anhu i thotë, sikur i thotë, a nuk më ke thonë që mos kërkoj asgjë nga askush? Se si duket Omerit i ka ardhur diçka pa kërkuar. I ka ardhur vend dhuratë ose diçka. Edhe pejgamberi i ka ardhur pranaj. Edhe thash Omeri, a nuk më ke thonë që mos më i kërkoj njerëz asgjë? Pejgamberi është ajo nëse u kërkon njerëz. Po nëse të vjen pa kërku, është dhuratë. Ajo është rrezik që ta ka thënë Allah. Nëse ty të vjen diçka pa kërku fare, ajo është rrezik që ta ka thënë Allah ty. Prandaj do të më bëj dallim midis këtyre dy gjërave. Dhe shkojmë te hadithi numër 131, realiteti i xhenetit dhe zjarrit. Usama ibn Zeidi transmeton se profeti alayhis salam tha, e poshtë xhenetin, shikoni. Ka vëre se ose ka poshtë xhenetin. E poshtë xhenetin dhe shumica e banorëve të tij ishin të varfër. Poshtë zjarrit dhe shumica e banorëve të tij ishin gratë. Njerëzit e pasur ishin të penguar, ndërsa jo besimtarët ishin urdhëruar drejt zjarrit. Pro 4 lloj njerëzish kemi. Njerëz shumica e banorëve të xhenetit janë të varfër, njerëz të thjeshtë, njerëz të përullur, njerëz të shtresa ma ose të shoqërisë. Kurse gratë janë shumica e banorëve të zjarrit. Dhe po ta njerëz të pasur ishin të penguar, domthonë nuk futen më njëherë xhenet, po vanuan 40 deri në 500 vjet, pavarësisht pe pasurisë tyre, llogaritën ku e ke marrë, ku e ke fitu, ku e ke shpenzu, edhe jam spengum. Nuk futen më njëherë xhenet, kur futen papet. Dhe po thotë që besimtarët ishin të urdhëruar për në zjarr. Unë urdhërohen me u fut në njërin nga 7 dyert e xhenemit. Këto hadithe na mësojnë se vlerat e vërteta janë ato të ahiretit, pavarësisht nga njerëzit, por përullësia dhe shmëria dhe frika nga Allah janë cilësi që na çojnë në shpëtim. Le të jetojmë duke u përgatitur për takimin me krijuesin tonë,
duke e ditur se çdo gjë në këtë botë është kalimtare dhe se vetëm veprat e mira do të mbesin. Pra, çka do të mbarësh ti me veti fundit, janë vetëm veprat tua. Kështu, përmes veprat tua do të përkthehen nesër, ose në shpërblim ose në dënim. Andaj përmirësoj veprat. Allah që atë që dënë prej neje është vepra. Allah na ka kriju neve me vepru. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Që t'ju spravaj se cili prej jush i ka veprat më të mira. Fa Allah na ka kriju për vepër. Vepër. Ata që ka dënë Allah prej neje është vepra. Jo vetëm fjalë, jo vetëm pretendime. Edhe këtë vepër do ta marrësh me vetë. Bota tjetër. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.